kuptoj diku dinamikat e kësaj shtëpie, për lojrat që ka bërë, për faktin që nuk bie pre provokimeve, për faktin që nuk ofendon dhe denigron me fjalë banale, apo me përplasje fizike, apo siç kanë bërë njerëz në këtë shtëpi. Ti kur erdhi, the ky erdhi dhe më hapi syt dhe më tha që s'do njeri në këtë shtëpi. A e mban mend? Po sepse ç'është e vërteta. Gjitha këto deklarata. Në rregull pra, në sensin që thot përgjigju tani. Në sensin që njerëzit jo ke të drejtë të ndryshosh mendjen, sigurisht. Njerëzit kur kuptuan që unë kisha një ndjenjë, një lloj gjëje për të. E kam kuptuar unë që në fillim për atë edhe më kanë ofenduar, edhe më kanë thënë se po rrim me këtë, edhe tjetrën dhe tjetrën. Okej, për këtë, në këtë aspekt që po mi ke hap syt, sepse unë kam menduar që kanë gjithmonë të vëllezërit dhe do të fukojnë shpinën këtu kupton po ti ndjen diçka për këtë çun. Mos ma sqaro mua. Kjo ka qenë. Ton, ai do vazhdoj këtë gjë. I erdhe. Ati erdhi loja. Pse se kupton mjekli? Pash zotin, i erdhi loja. Unë e di, njeriu në rëndese si për këtu mund të thot shumë gjëra. Më the këtë për gjithë, të thash asnjë gjë, të thash lëre, je ngatruar. Po ndodhur këtu. Kaq. Njeriu me shaka pa shaka. 90 ditë këtu mund të thot shumë gjëra se çka ke, një javë ke. Mund të thot shumë gjëra. Çështja është të sqarosh dhe të mbaroj muhabeti. Kjo gjë tani, kjo fuga, vetëm me nxjerr kokën e keqe ti. Ti do të nxjerr direkt. Ti e kupton se je gabim, sepse prit. Më çmend ti. Jo, zemra, ja. Lori, çita. Ti pse të më nxjerrësh kokën më keqe? Po sepse dyshoja mos e ke, mos je vërtet i kështu e keqe. Sepse. Po gjithë. Po vërtet. Tu e gjeta bro. Se tu jena vetë. Jo, as pak. Ti po e qet veten keq. Unë du me qitë mirë, unë du me të nxjerrë mirë që të thush ti. Si do të më të shkoj, vetëm limpitja, po nuk është më interesant se vazhdoj ashtu si unë jam. Shiqa bëhet. Nuk është mirë me ta thonë këtë gjë, po ta the. Ti e pranon kërkimin e falës dhe e pranon që je gabim. Në rregull? Tani edhe kur të bëj një provokim të vogël, ti prap qëndron fal këtu, fal, nuk jam unë kjo, nuk jam fal. Ti direkt nxjerr kokën e keqe. Pse e bën këtë gjë? Sepse e kupton sa kontradiktore je? Nuk është më vetë kontradiktore. Po, është më vetë që unë je jo koherente zemra. Jo. Beso. Ta argumentoj për se. Ajo që ka ndodhur... A shkojmë flasëm atë në djilë, se është pa këto.